Zurma e ujit mbush gjithë banjen. E nqehtë sa të më djeg lëkurën, por unë se ndjej më. Kam humbur ndjesin për temperaturën, ashtu si që kam humbur edhe ndjesin për sigurin. Dëgjoj hapat e ti në koridor, të njohur, të rënd, hapat e kunatit tim. Sa kohë do të rish aty, bërtet nga jashtë, por zëri i ti nuk ka asnjë shqetësim. Ka një lloj talljeje në të. Unë e di çfarë vjen më pas. E di sepse ndodh çdo herë që bëj dush. Dera e banjës nuk ka brav. E kam kërkuar që të ma rregullojnë, por burri im thot se nuk ka nevojë, se jemi familje. Kunati yt është si vëllai im, më thot. Mos u bëj paranojake. Dhe unë hesht, sepse çfarë të them? Si ti them se kunati im, vëllai i ti, më sheh çdo herë që unë zhvishem në ujë. Dera kërcit. Hapet ngadalë pa trokitur si gjithmonë. Ai fut kokën brenda, me atë buzëqeshjen e tij të shtrembër. Sytë e tij nuk shohin fytyrën time, shohin trupin tim të lagur, rrjedhat e ujit që përshkojnë lëkurën time dhe unë ngri, gjithmonë ngri. Duart më bien përgjatë trupit, nuk gjej forcë as të mbulloj gjoksin. Mos u shqetëso, vazhdo, thot ai duke u mbështetur te dera. Po kontrolloja nëse e mirë, uji po rrjedh shumë gjatë. Zëri im nuk del. Fyti më është mbëllur si një grusht. Mund të them vetëm një fjalë të vetme, të përshpritur, po thuajse pa zë. Dil. Por ai nuk del, qëndron aty duke parë, duke shijuar, duke më bërë të ndihem si një kafsh në kafaz. 3 minuta? 5? Nuk e di. Koha pushon se ekzistuari kur je e zhveshur dhe dikush të konsumon me sy. Ai më ka thënë një herë me zë të ulët që burri im nuk më shikon kur ashtu si e shikon ai. Dhe unë u dridha, jo nga të ftohtit, por nga neverja. Pas i del, e mbyll derën pas tij dhe unë mbetem aty me ujin që më rre mbi kuris. Qaj, por lotët përzihen me ujin që rrjedh dhe askush nuk i sheh. Asnjëherë nuk kam folur, asnjëherë nuk kam thirrur për ndihmë, sepse kush do të më besoj? Burri im do të thotë se është thjesht një keqkuptim. Vjera do të më quajë të pafytyrë, dhe kunati? Ai do të vazhdoj të buzëqesh, sepse e di që unë nuk kam forcë të flas. Herën e parë që ndodhi, mendova se ishte aksident. Herën e dytë, mendova se ishte i dehur. Herën e tretë, kuptova. Ai nuk është i dehur, nuk është aksident, është një lloj. Dhe unë jam trofeu që nuk guxon të lëviz. Sot, ndërsa dëgjoj derën duke u mbyllur dhe hapat e tij duke u larguar, më vjen të thyej pasqyrën, të marr një copë xhami dhe t'ja fut në fyt. Por në vend të kësaj e mbyll ujin, vishem ngadalë me duar që dridhen. Dall nga banja dhe ai është ullur në divan duke pirë kafe, duke buzëqeshur. Të ftohtë uji? Më pyet. Nuk përgjigjem. Eci në dhomën e gjumit dhe mbyll derën pas meje. Për herë të parë vendos një karige përpara derës, një karige e vogël prej druri, nuk do ta ndaloj atë nëse do të hyj me të vërtet. Por është një simbol, një kufi. Dhe ndoshta nesër do të gjej guximin të them diçka, ose ndoshta do të gjej guximin të largohem. Por sot, qaj në heshtje, duke dëgjuar rajet e zemrës sime që më thonë, kjo nuk është normale, kjo nuk është dashuri, kjo nuk është familje. Dhe për herë të parë, filloj të besoj se meritoj më shumë se një derë pa brav.